Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babun kam sinu nabi sallallahu alaihi wasallam yawma qubid. Sa vjeç ishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ditën që ja dorëzoi shpirtin Zotit, pra ditën që ndroi jetë sallallahu alaihi wasallam. Nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë në moshën 63 vjeçare. 63 vjeçare me vitet hijri, ndërsa me vitet solare, me vitet diellore, i bjet këtë qenë 60 vjeç. Babun kan aqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah wal Madinah. Bi Makkah wal Madinah. Sa ka qëndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe sa ka qëndruar në Medinë. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tregon: i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në Mekë 13 vjet dhe ka ndruar jetë duke qenë 63 vjet, pra 10 vjet në Medinë. Pra 13 vjet ka për qëllim shpallje, sepse ai ka qëndruar në Mekë 53 vjet, 20 plus 13. Allahu më bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.